Me përfundimin e numërimit të votave për fshirë ato të diasporës, është bërë e qartë përbërja e re e Kuvendit të Shqipërisë për legjislaturën 2025-2029 dhe në vend që të flasim për energji të reja, profesionalizëm e integritet, listat na servirin një përzierje të çuditshme, gjyqtarët e pasur si Shei, militant grotesk të TikTokut, e deri tek princat e trashëgimisë kriminale. Më poshtë po analizojmë disa prej figurave të ndritura të parlamentit të ri, të cilët do t'i japin shumë lezet kësaj legjislature. Tom Doshi, i shpallur në ngrata nga Britania e Madhe dhe Australia, është rikthyer në parlament, jo për vizionin e tij, por si një provë se një pjesë e politikës shqiptare nuk e ka problem as të sfidojë aleatët më të mëdhenj të vendit. Mos harrojmë se PSD është subjekti kryesor i jetuar nga SPAK për blerje votash. Gjin Gjoni, ish gjyqtari me pasuri marramendse, që i shpëtoi me manovra vetingut dhe drejtësisë, ka zbritur tani në politik për të vijuar aty ku e la, në shërbim të vetes. Sara Mila, kandidatja më e votuar e PS-s në Elbasan, akuzohet publikisht për lidhje me bandat. Në vend të refuzimit mori okay nga kutia e votimit. Ornaldo Rakipi, djali i Aqif Rakipit, sankcionuar nga SBA, nuk tha asnjë fjalë në 4 vitet e mëparshme si deputet. E megjithatë, merr sërish vendin në kuvend me merit. Jo, me mbiemër. Zegjine Çaushi u bë famshme duke ironizuar gazmend Bardhi në TikTok, bëri viral video, fitoi dhe vota. Në këtë parlament duhet të dish më shumë për algoritmin se sa për kushtetutën. Tërmet Peçi, i njohur si Çyryku i PS-s, është kthyer në ikon të lavdërimeve patetike për Ramën. Fjalimet e tij janë manual servilizmi. Kjo e futi në parlament. Agron Malaj, ish gardisti 21 janarit, është një emër që ngjall debat. Figura e tij simbolizon një ngjarje të përgjakshme ende të pandriçuar drejtësisht, por sot është pjesë e mazhorancës që dikur protestonte në atë shesh. Bora Muzhaqi, ministre për rinin dhe një nga rekordmenet e gafave, më shumë njihet për deklarata kontradiktore se sa për ndonjë politikë rinore. Arkend Balla, që sipas akuzave të opozitës ka lidhje me bandat e Durrësit, edhe pse nuk ka një vendim penal, perceptimi publik e shoqëron si figurë problematike. Olsi Komici, ish antari i KPK, i përmendur në afera me vendime të dyshimta në procesin e vetingut, në vend që t'jap llogari, shpërblet me imunitet. Seno Klosi, ish drejtor tatimesh, i akuzuar për dallavere me tendere e favorizime, është aktualisht në hetim nga SPAK, por kjo nuk e ndaloi të fitojë një karrige deputeti. Piero Vengu, ministri i mbrojtjes në hije me pasaport greke, Greqia e kërkon për të bërë ushtrin, Shqipëria e çon në kuvend. Gent Strazimieri, ish deputet që u bë simboli i agresivitetit politik, kur doli në protest me pistolet në brez, rikthimi i tij vjen pa reflektim, pa pendes. Tritan Sheu është kthyer në përfaqësues për jetë, që prej viteve 90 nuk e kemi parë të jetë jashtë kuvendit, por nuk dihet ende kontributi i tij përveç se rikthimeve rutin. Josefina Topalli, e refuzuar nga qytetarët e Shkodrës dhe me një parti që nuk mori mbështetje, është sjellë si deputete teknike në Tiranë nga Berisha, rikthimi i një figure të shpenzuar në një formë të sforcuar. Bart Spahia, i marri pandehur nga SPAK por që gjen sërish rrugën për në kuvend, në një vend ku akuzat penale duket se nuk janë pengesë, por trampolin. Sali Berisha, vetë në gjykim për korrupsion, është përsëri udhëheqësi i opozitës, është një përballje e hapur e drejtësisë me politikën, në të njëjtin sallon, por me destinacione të ndryshme. Fatmir Mediu, në gjykim për Gërdecin, tragjedi që i mori jetën 26 personave. E sot, ky emër është sërish pjesë e ligjvënies. Me pak fjalë, kuvendi i ri nuk është thjesht një përfaqësim i votës, por një radiografi e dhimbshme e sistemit ton. Aty ku duhet të ulem përfaqësues me integritet, do të kemi politikan të konsumuar, personazhe me dosje, pazargjinj mandatesh dhe influencues të rrjeteve sociale.